Si mundet një burr 2 metra i gjatë të kërcenoj e të marrë me dhunë administratën shtetërore për në mitingun që ai do të zhvillojë ditën e sotme në Tiranë, teksa protestuesit do të mbajnë protestën e 13 të tyre me një kërkesë të vetme, dorëheqjen e kryeministrit. Një kryeministër i cili thotë se un kam 800.000 vota në Shqipëri, merr me zor, me dhunë, pa dëshirën e tyre administratën, sepse ata të cilët janë si drejtore kanë marrë urdhrin e qartë nga lart të marrin administratën, punojësit, ku janë e ku janë për t'i çuar tek sheshi Italia, sepse aty do të mbaj antimitingun kryeministri. Si mundet një njeri i tillë i cili thotë se Shqipëria do të hyjë në Bashkimin Evropian, i cili thotë se korrupsioni në Shqipëri është një perceptim dhe nuk ka korrupsion në Shqipëri, i cili thotë se shëndetësia jonë është një shëndetësi europiane, e cila konkuron në rajon, i cili thotë se arsimi në Shqipëri është në nivele shumë të larta, i cili thotë se apartamentet në Shqipëri mund të blehen, është krejt okej, qerat janë në rregull, e çfarë do të gjë tjetër që ai thotë? Dhe që nuk mbush do të sheshin me qytetarë të lirë të cilët të shkojnë atje me dëshirën e tyre, por merr me zor administratën. Administrat, a e shikoni se si ju trajtojnë? Ju trajtojnë si numër për të shkuar aty pa dëshirën tuaj, pa vullnetin tuaj, duke ju kërcenuar për bukën e gojës, për bukën e fëmijëve tuaj. Kush janë këta të cilët janë aq të fuqishëm sa që të kërcenojnë ty për punën që bën me bukën e gojës? Ti je aty për të shërbyer shtetit shqiptar, je aty për të shërbyer qytetarëve shqiptar, nuk je aty si numër për të shërbyer një pushteti i cili na ka marrë frymën dhe që ka mbushur kupën në Shqipëri. Administrat braktise atë njeri, braktise atë person dhe duhet jemi në shesh të gjithë të bashkuar, nuk kanë çfarë na bëjnë. Ju e keni kuptuar që kjo rrugë e cila është nisur aty nuk ka më kthim. Duhet jemi të gjithë bashkë. Ju e dini se si ju trajtojnë, ju keni paguar që të hynin ato vende puna, keni kapur mikun, ju e dini se si ju kanë përdorur për të bërë like, për të bërë share, për të bërë koment, drejtorëve tuaj, ministrave, zëvendësministrave, kryeministrit, e kujdo tjetri që ata ju kanë çuar mesazhe, bëni koment, share, like. Po për këtë punë jeni ju? Ju kërcenojnë për bukën e gojës. Të jemi të gjithë bashkë, po të bëhemi të gjithë bashkë, po të jemi të gjithë të bashkuar, nuk ka fuqi në botë që ne mund të na bëj dëm. Dhe duhet jemi të gjithë bashkë, duhet ta refuzojmë këtë lloj qeverisje, këtë lloj menaxhimi që këta i bëjnë jetëve tona dhe bukës tonë, bukës së fëmijëve tanë. Duhet të ndaloj, duhet të stopoj, duhet i themi një herë mirë jo. Një klase politike, një qeverie e cila na ka marrë frymën. Detyron fëmijët tuaj që ju punoni për bukën e gojës sot, që nesër ata të marrin rrugë të emigrimit. A e doni ju një jetë duke mos i pasur fëmijët tuaj pranë, ti shihoni në për ditëlindje, në për momente festive, në për data të caktuara, por do i keni atje jashtë, një jetë të tërë, refuzojeni sepse nëse kjo gjë që është nisur si protest nuk shkon aty siç duhet, do të jetë edhe më keq, sepse një frymë e tillë nuk mund të ngrihet më në 30 apo më shumë viteve që do të vinë. Të jemi bashk, sepse rinia është ngritur, administrata duhet jetë, bizneset duhet jenë, çdo faktor në Shqipëri do duhet jetë. Mund të ikën, nëse e gjithë jeta paralizohet në Tiranë, dhe mundemi ta bëjmë këtë. Për të mirën tonë, për të ardhmen tonë, për fëmijët tanë, për çdo kënd që do të jetojnë në Shqipëri.